O vëllezër, fe islame është fe e krenarisë. Ajo nga vjen dhe mbi të nuk ka asgjë. Si ka mundësi që disa musliman e poshtrojnë veten para mosbesimtarve? Allahu ka thënë: "Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinna al-munafiqina la ya'lamun." Krenaria i takon Allahut, të dërguarit të tij dhe besimtarve. Mirë, po munafiqët nuk dinë. Prisi besimtarve, Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ka thënë: "Ne jemi popull që Allahu na ka dhënë krenari me Islam. Sa herë që kërkojmë krenari me diçka tjetër pos Islamit, Allahu do të na poshtrojë." Muslimani ka obligim të jetë krenar me fenë e tij dhe jo të poshtrohet ose të dobësohet. Muslimani ka obligim që me fenë e tij të ngrihet mbi poshtërsitë, gjërat e ulta, moralet e prishura dhe vetitë e pavlera. Mirë, po disa që i përshkruan Islamit, kur dalin para mosbesimtarve, janë turp për Islamin dhe muslimanët. Disa me sjelljet e tyre të ulta, disa me tradhti dhe mashtrime, disa duke qëndruar në vendet e kotësive dhe mëkateve, disa u këndojnë këngë patriotike mosbesimtarve për të pëlqyer, disa bëjnë veten palaço me veshje qesharake, disa i shfaqin gratë e veta në pamjet më të shëmtuara, dhe të gjitha këto vetëm e vetëm për të hyrë në qef mosbesimtarve. Ata me këtë e poshtrojnë Islamin dhe bëhen pengesë për njohjen e vërtetë të Islamit të saktë dhe për hyrjen e të tjerëve në Islam. Kështu e ngarkojnë veten edhe me mëkatet e të tjerëve, ndërsa Islami është i pastër dhe larg veprimeve të njerëzve të këtillë. Kini frikë Allahun, o robërt Allahut, falenderoni Allahun për dhuntinë e Islamit, krenohuni me fenë tuaj dhe paraqiteni atë në pamjen më të bukur. Paraqiteni Islamin ashtu siç është me të vërtetë, në secilin vend dhe në secilin situatë, dhe Allahu do t'ju jap krenari, fuqi dhe ndihmë.